Shkrimtarja dhe poetja e njohur Mimoza Ahmeti është kthyer në një nga personazhet më të komentuar të Ferma VIP 3 fal karakterit të saj unik, batutave spontane dhe momenteve emocionale që ka dhuruar në reality show. Rrjetet sociale janë mbushur me video dhe komente për Mozën, ndërsa publiku po njeh çdo ditë dhe më shumë anën e saj njerëzore dhe karizmatike. Megjithatë, përtej ekranit, shumë pak din për jetën private të shkrimtares. Mimoza Ahmeti është nënë e 2 vajzave dhe ish bashkëshorti i saj është studiuesi i njohur Aurel Plasari. Së fundmi, vajzat e saj surprizuan shkrimtaren brenda fermës, duke i dërguar një dron me një mesazh prekës, moment që emocionoi jo vetëm Mimozën, por edhe publikun që ndjek spektaklin. Vajza e saj, Eir, ka ndjekur rrugën artistike të nënës duke u angazhuar si shkrimtare, piktore dhe kantautore, ndërsa Luka është fizioterapiste e licencuar dhe punon dhe jeton në Kanada. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.